Nëse e keni vënë re, nuk ka gazet, revist apo lajme në mbar botën që nuk flet për luftë, por për çfarë lufte bëhet fjalë? Për kë luftë? Pra kush e ka nos luftën? Kush po e përgatit luftën? Ose nga se Evropa po mbrohet? Nga se? Nga çfarë lufte? Sepse ne, për sa jemi të informuar, Rusia nuk po bën asnjë lloj lufte kundër Evropës dhe nuk po përgatitet kundër Evropës. Është Evropa që po përgatitet kundër Rusisë, apo jo? Dhe doja të pyesja juve për këtë. Shikoni, le ta diskutojmë këtu së bashku sepse gjithmonë këto evenimente shkojnë për herë kundër popullit dhe jemi, le të themi, ne shtresa e ulët që në qoftë se ngrihet në këmbë populli, sidoqoftë për mirë apo për keq, ndryshojnë shumë gjëra. Dhe njerëzit duke sikur flenë në një gjumë letargjik, që të gjithë. Bile pjesa dërmuese e humbasin jetën aty në për TikTok dhe në për video pa sens, ose informacione pa sens. Kush është rastisht do t'i lutesha në qoftë se nuk e ka bërë ende, t'i bëj like faqes, të shihemi sërish dhe ju faleminderit që jemi për herë bashkë. Në muajin e kaluar, ose para 2 muajsh kur ishte, presidentja e Bashkimit Evropian bëri një, me fjalë, firmosi 800 miliard euro sepse duhet të përgatim për armatime të Evropës. Dhe unë doja të pyesja tani, ku? Për çfarë lufte bëhet fjalë? Dhe tjetra, përse do shkojnë kundër Rusisë? Sepse Rusia nuk ka bërë asnjë lëvizje kundër Evropës. Është Evropa që po e ngacmon Rusin duke furnizuar Ukrainën me armë, me armatim dhe me ushtar. Dhe pyetja është, pse? E keni menduar ndonjëherë? Pse? Tani, e di që ndokush nga ju, sepse shpesher lexoj kur thonë, po ti mos na i bëj nej pyetjet, po unë bëj pyetje që të ngacmoj mendimin, sepse edhe nëse e di vetëm unë një pjesë të informacionit, pak rëndësi ka. Pra, të gjithë së bashku nëse diskutojmë, ndryshon diçka. Pikë së pari, Rusia është shteti më i madh në botë. Okej? E dim këtë. Sipërfaqja e shtetit më të madh në botë. Dhe tani për sa i përket ushtrisë, le ta heqim këtë sepse e dim shumë mirë që Rusia pas Kinës ka arsenalin më të madh. Me një fjalë, për sa i përket ushtrisë, por për sa i përket armatimeve është numri 1 në botë. Dhe kjo është tepër e rëndësishme. Dhe nuk e kuptoj që edhe Evropa dhe Amerika, çdo kush e di këtë dhe nuk e kuptoj që pse shkojnë kundër Rusisë. Për çfarë arsye? Tjetra është që Rusia ka minerale sa të duash dhe ka furnizime të gjitha formave sa të duash. Nëse Rusia do të mbyll sot kufit, mund të jetoj 1000 vite pa i quar dorën askujt, sepse prodhimtarinë që ka brenda vendit është kaq e madhe sa është 500% në krahasim me shtetet e tjera. Pra, gjithë Evropa dhe gjithë bota marrin nga Rusia, marrin gazin, marrin naftën, marrin minerale, marrin bile edhe për të ndërtuar edhe vetë bomat që shkojnë kundër Rusisë. Nuk e di e dini apo jo. Dhe atëre lind pyetja, nëse Evropa është futur në një skëter të qoftë ekonomik, sepse ka një problem të madh ekonomik, siç e keni vënë re, sepse asgjë në përgjithësi nuk shkon në krahasim me shtetet e tjera, pra për shembull me Zvicrën, me Amerikën apo ku ta di unë, dhe ka rënë shumë. Dhe nëse ka rënë kaq shumë, pse duhet të shpenzoj 800 miliard euro për armatime? Për çfarë armatimesh? Pra pse duhet të shfrytëzoj këto 800 miliard euro për armatime, në vend që këto të shfrytëzoj për të nxjerrë të tjera të ardhura financiare për të lulëzuar vendin? E keni menduar këtë apo jo? Kush e keni dëgjuar ndonjëherë ta thot dikush në për lajme, sepse nuk jam mban askujt që të thot të vërtetën në për lajme. Ndaj unë bëj pyetje që ta gjeni vetë përgjigjen. Pra, pse duhet që të shkojmë në luftë kur luftë nuk ka? Ndoshta mos është fjala pikërisht sepse kërkojnë që të marrin një pjesë të atyre mineraleve dhe të atyre të ardhurave që gjenden në territori rus? Ku ta di unë? Nëse është kjo arsyeja, atëre përgjigjen e gjeni vetë. Dhe përgjigja është drastike, sepse Rusia nuk do të lejë, paktën derisa të jetë gjallë Putin, nuk mund ta lejë gjë të tillë. Nuk ka rëndësi tani që të themi se kush është i keqi dhe kush është i miri.
Nuk po flasim këtu kush është i mirë dhe kush i keq. Po flasim për ato çka po ndodhin tani, pra atë çka ndodh. Çfarë po bëhet dhe çfarë dhe ku shkojnë të gjitha këto probleme. Sepse e përsëris edhe një, problemet nuk janë për qeveritarët. Jo. Sepse që të gjithë qeveritarët, atë që nuk flasin shumë pak, që të gjithë qeveritarët lëvizin me bodyguard, kanë miliona në për banka, kanë makina të shtrenjta, ora të kushtueshme, kanë kostume çfarë të them unë, dhe i përdorin postet e tyre që ja ka dhënë vetë populli, i përdorin pozicionin e tyre dhe karrikën e tyre duke u tallur me popullin dhe duke u tallur me parat. Dhe ata ja kanë hedhur popullit, sepse edhe nesër, nëse dalin nga ai pozicion, i kanë të ardhurat financiare për të jetuar në qetësi diku larg. Pra nuk janë politikanët ata që politikanët janë vetëm dikush që merr një copë të madhe të tortës aty që i japin dhe dikush tjetër i urdhëron që të bëjë diçka apo diçka tjetër apo të firmos diku. Dhe ky është një problem i madh, sepse populli, siç e thash dhe më përpara, që është populli që vendos, populli nuk thot asgjë, nuk flet gjumë. Bile populli zihet se kush është i majti, kush është i djathi dhe çfarë bën i majti apo i djathi. Me një fjalë në pozicionin që ka. Nuk, për mendimin tim, gjëja e parë që duhet bën, duhen hequr që të gjithë nga fillimi deri në fund, të gjithë ata që janë aty, sepse mbajnë njëri tjetrin, sepse janë niprat e kushërinjve të dikujt që ishte qenë më përpara, janë miqt e shokut të kushurisë, të vllajt, të mikut apo të stërmikut, dhe ata mbajnë njëri tjetrin. Pra nuk e çajnë kokën, nëse i vinire në të gjitha politikat e botës, janë gjithmonë të lidhur mes njëri tjetrit. Përpara të tjerëve, përpara popullit flasin sikur kush e di çfarë bëjnë. Dhe mbas në darkë pastaj mblidhen të gjithë bashkë nëpër dereka darkë dhe fillojnë të qeshin dhe tallen me popullin. Dhe kjo nuk ndodh thash vetëm nëpër popujt e vegjël, por ndodh kudo, ndodh në të gjitha shtetet dhe ndodh edhe deri në parlamentet botëror. Sepse siç u thash, nuk u intereson fare atyre që janë zgjedhur, që janë gjithmonë nipi stërnipi dhe janë gjithmonë aty të njëjtat fytyra, shikoni. I keni vënë re? Janë të njëjtat fytyra prej vitesh. Pse? Sepse populli flet gjumë. Populli nuk e kupton. Dhe në fakt, nëse mbani mend atë thënien e Stalinit, që thoshte pak rëndësi ka se kush voton, sepse ai që numëron votat është ai që përcakton se kush do fitoj. Pra mund të ketë njerëz sa të duash që mund të bërtasin atje lart dhe të adhurojnë një parti politike të djathtë apo të majtët, në fund fare bie mbi kurrizin e atij, pra bie mbi kurrizin ton. Dhe këtë duhet të patur parasysh njeriu që të ndërgjegjësohet. Nëse nuk të ndërgjegjësohet dhe duke filluar që nga familja, pra nga vëllezëri, shokët, miqtë e familja, derisa shkon pastaj në një fshat, të ndërgjegjësohet fshati, qyteti, pastaj shteti, kjo gjë do mbetet për herë kështu. Dhe ndërgjegjësimi vjen në mënyrë kolektiv. Ndaj shpeshherë them unë që duke diskutuar së bashku diçka ndryshon. Do kush nga ju thot, po çfarë do ndryshoj? Nuk është e vërtetë. Gjithmonë ndryshon, sepse është si puna e asaj pike në mes të oqeanit, nëse ti merr hedhë një pikë të bardhë aty për shembull në ujë, qoftë edhe qumësht apo vaj, shpërndahet, hapet dal nga dal. Merrem me disa pika gjithandej në gjithë oqeanin. Oqeani bëhet vaj gjithandej. Dhe e njëjta gjë ndodh edhe me këto informacione. E njëjta gjë ndodh edhe në atë që po përjetojmë tani në Evropë. Që Evropa, siç e keni vënë re, po në vend që të lulëzoj, po bën çështë mundur që të shkojë drejt një përplasjeje, që nuk e çon asgjë kundi. Nuk e çon asgjë kundi, sepse nuk ka armë, nuk ka ushtar, nuk ka forcë. Dhe ja bëjnë si ata qenë të vegjël, që janë si punë atyre chihuahuat e vegjël, që i shkojnë një labradori të madh apo një qeni gjigant, edhe i vjen atje mbrapa që është e njëjta gjë. Dhe nuk po e kuptoj, thash, se ku është thelbi. Do të dëshiroja një komentin tuaj, ndaj pres komentet tuaja, çfarë mendimi keni për këtë argument. Okej? Kalofshi një ditë bukur.